Muzeu Etnografik i Kukësit mbetet një nga pikat kryesore të turizmit që mirëpret vizitorët vendas e të huaj, por jo vetëm. Liridon Cenaj, ciceroni i muzeut, bën të ditur se rreth 1000 vizitorë janë njohur me elementet e këtij muzeu gjatë 2 muajve të fundit. Muaji janar dhe muaji shkurt ka një prurje të theksuar, madje kemi dhe turista të huaj të vinë, mund të themi 20% më shumë se një vit më parë. Ne ndajmë me statistika pa tjetër, ku më dominues janë nxënësit e shkollave, pa tjetër që janë edhe vizitorët e huaj, por dhe lokal të Kukësit, por dhe vizitorë rasor nga gjithë trojet shqiptare. Dhe mund të themi që deri në 1000, si vjetë për shembull kemi pa 1000 turista që kanë vizitu muzeun etnografik këtu në Kukës. Cena thotë se shumë pak banorë kanë qenë dhurues të elementeve që mund të ruhen në këtë muze e që do të shërbente në pasurimin kryesisht të pavionit të etnografisë. Nuk ka një ndërgjegjësim të madh për dhurim, sepse patjetër muzeu është një muze etnografik dhe ne do të ishim shumë me të vlerësuar nëse një familje dhuron diçka për muzeun. Dhe patjetër do të ketë emrin e vet specifik dhe do ta përmendim jo vetëm unë, por edhe një punonjës tjetër pas meje do ta përmendet që një objekt, qoftë objekt i trashëgimisë kulturore ose një objekt i një rëndësie të lartë, është dhuruar nga një familje kukësiane. Oda e burrave, veshjet popullore, por jo vetëm, janë disa nga elementet që tërheqin vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj.